Shërbimi i sterilizimit në sistemin shëndetësor nuk do të ofrohet më përmes partneritetit publik-privat pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri për koncesione dhe partneritet publik-privat të botuar në fletoren zyrtare. Qeveria ka vendosur të japë fund këtij modeli duke krijuar një shoqëri aksionere me kapital 100% shtetëror e cila do të marrë përsi për ofrimin e shërbimeve të integruara të sterilizimit në të gjitha spitalet publike të vendit. Vendimi parashikon ngritjen e operatorit të shërbimeve të integruara të sterilizimit me një kapital fillestar prej 200 milion lekësh të financuara nga buxheti i shtetit për vitin 2026 përmes fondeve të Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas vendimit, OSHIS-SHA do të ofrojë kundrejt pagesës shërbime që mbulojnë të gjithë ciklin e sterilizimit në sallat kirurgjikale, duke nisur nga setet e personalizuara të instrumenteve kirurgjikale sterile. Materiale sterile një përdorim, veshje sterile, ripërpunim dhe sterilizim me avull dhe me temperatura të ulta, si dhe trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e ambienteve. Operatori shtetëror do të shërbejë të gjitha spitaleve publike, universitare, rajonale dhe bashkiake në vend. Të gjitha tarifat do të arkëtohen nga vetë shoqëria dhe të ardhurat do të përdoren për veprimtarinë e saj duke ruajtur karakterin e shërbimit publik. Ministria e Shëndetësisë ka 30 ditë afat nga hyrja në fuqi e vendimit për të ndjekur procedurat e themelimit të shoqërisë, miratimit të statusit, regjistrimin në qendrën kombëtare të biznesit dhe për të siguruar mjediset e nevojshme për nisjen e aktivitetit. Krijimi i kësaj shoqërie shtetërore vjen në një kohë kur kontratat aktuale të sterilizimit me PPP vijojnë të jenë në akuza për korrupsion dhe abuzim me fondet publike, duke e bërë këtë vendim një ndryshim të rëndësishëm kurse në menaxhimin e një prej shërbimeve më të debatuara në shëndetësi.